Do të flasim për gjendjen e diplomacisë kosovare, pasojat e pezullimit të dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara. Po flasim në këtë kohë për këtë temë, do të trajtojmë humbjet e vendit tonë, do të trajtojmë sfidat me cilat përballet vendi jonë, krahasim për ta marrë Maqedoninë e Veriut, fqinjin tonë që po përfiton nga dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara. Çfarë duhet të ndryshojmë për të rikthyer besueshmërinë dhe pozitën ndërkombëtare të Kosovës? Një diskutim mbi sfidat, gabimet dhe mundësitë e diplomacisë sonë në kohë kritike kur fqinjtë tanë përfitojnë, sikur se është lajmi i 24 orëve të fundit se Maqedonia mund të udhtoj pa viza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si rezultat i dialogut strategjik. Ku është Kosova? Kjo bisedë do të realizohet me ish ambasadori, me diplomatin Albert Prenkaj, që besoj se pas pak do ta kemi drejt për drejt në linjë. Po, vetë se është, unë gjatë jeta, zoti Prenkaj. Përshëndetje. Kënaqësi që do të mund të flasim. Kjo bisedë realizohet pas diskutimeve shoqërore apo jo të 24 orëve të fundit pas lajmit se Maqedonia e Veriut, këtu është motivi, pra Maqedonia e Veriut mund të përfitojë udhëtimet pa viza për në Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht, pas gjithë atyre që është diskutuar në vend, si e vlerësoni ju diplomacinë e Kosovës, veçanërisht pas pezullimit të dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara? Kosova ka disa vite e cila pra nuk ka politikë të jashtme. Politika e saj e jashtme është kryesisht e motivuar me reakcion, pra kundër veprime apo kundër përgjigje deklarative të cilat i jipen sa herë që paraqitet në publik ndonjë deklarat që vjen nga shteti verior i Serbisë apo edhe që vjen nga Brukseli zyrtar apo Washingtoni zyrtar. Pra nuk ka politikë të jashtme e cila është e planifikuar, e cila ka një koherencë dhe e cila i përshtatet ngjarjeve ndërkombëtare, pra zhvillimeve ndërkombëtare me të cilat ndodhin pra çdo ditë dhe Kosova pra nuk tregon vesh, nuk tregon sens që t'i përshtatet ngjarjeve ndërkombëtare dhe nuk ka ndonjë koherencë, por është një politik ad hoc, një çështje e cila mund të quhet është volontere, pra e cila çka do të bjen mend sot pensojmë ish kryeministrit Kurti apo ndonjë zyrtari të lartë të Kosovës, dhe kjo është e tëra e politikës së jashtme të Kosovës. E pam pra dje që shteti jonë shqi, i cili e ka nënshkruar, gjithsesi e ka filluar dialogun strategjik, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i mori dhe beneficionet e para, pra përpas të tjerave të cilat nuk janë bërë publike, ky beneficion për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, pra udhëtimi pa viza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një sqarje i mirë, por jo vetëm për qytetarët, por edhe për bizneset e Maqedonisë së Veriut, të cilat domethënë mund të qarkullojnë, mund të vizitojnë qendra të ndryshme ekonomike, politike të SBA-s në çdo moment. Pezullimi i partneriteti strategjik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës është një jo vetëm lajm i mirë, po është një dëm i madh i cili është shkaktuar qytetarëve të Kosovës, shtetit të Kosovës dhe ekonomisë së Kosovës. Pra e tëra është pra në pritje deri në një moment tjetër, dhe tërë kjo ka ndodhur për shkak të kokëforësisë së deputetit Kurti, mbajtësit të detyrës së kryeministrit, i cili e shpreh mendimin e vet, i cili për mendimin tim pra e ka tejkaluar trajektorën e politikës së jashtme të Kosovës, që është bashkëpunimi me sponsorët e shtetësisë së Kosovës, me ata të cilët vazhdojnë të përkrahin institucionet e Kosovës dhe ofrojnë siguri Kosovës. Pra një sjellje e tillë, një kalimi i vijave të kuqe, ashtu siç është shprehur edhe Departamenti i Shtetit, i ka shkaktuar Kosovës që të vazhdoj
edhe më tutje dhe më thellë të futet në një vet izolim i cili do t'i shkaktoj shumë të lashë qytetarëve të Kosovës, do të kemi një dimër të madh të vetmisë si Kosovë, si shtet dhe si qytetar. E qartë. Cilat i vlerësoni ju të jenë humbjet më të mëdha të Kosovës në përgjithësi për arsye diplomatike? Po humbja e parë është që Kosova nuk gjendet më në fotografinë apo në mozaikun e komunitetit ndërkombëtar, nuk është më ndonjë prioritet i cili pra kërkon bashkëpunim apo kërkon zgjidhje përpos aspektit të sigurisë, i cili vazhdon të ofrohet Kosovës nga forcat e NATO-s, pra KFOR-i, në të cilin bëjnë pjesë kryesisht pra sponsorët, siç i thash, sponsorët e pavarësisë së Kosovës, pra shtetet e Kvintit. Aspekti tjetër pra i bashkëpunimit bilateral, i bashkëpunimit ekonomik, shkencor, të arsimit, të teknologjisë është në ramje sipër, për të mos thënë që gati fare nuk ekziston. Praktikisht, nëse do të kishim përfitime si Maqedonia për të arritur atë, çfarë do duhet kishim bërë ndryshe për të pasur mundësinë që sot të flasim edhe për Kosovën, për mundësinë e udhëtimit të qytetarëve të këtij vendi pa viza për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po ajo që është kryesorja është që ne duhet të marrim detyrimet tona ashtu siç edhe jemi zotuar t'i marrim, t'i kryejmë detyrat tona kryesisht brenda në shtëpi dhe pastaj detyrat të cilat janë paraqitur gjatë rrugtimit ton vis-a-vis aleatëve tanë. Pra janë detyrimet tona në shtëpi, koordinimi gjithsesi me shtetet aleate për çështjet të cilat janë çështje që prekin sigurinë e Republikës së Kosovës, pra një koordinim i cili nuk do të na lejonte që të hymë në kundërshti apo të fërkohemi me interesat e shteteve mike, shteteve aleate, dhe të mos jemi kokfort. Pra vetëm duhet t'i kryejmë detyrat tona, nuk kërkohet prej nesh ndonjë ndërmjetësim ndërkulturor, ndërkontinental apo ndonjë detyrim të cilët ne mendojmë kështu se mund t'ia ofrojmë shteteve mike, por vetëm detyrat tona, pra përgjegjësitë tona ndërkombëtare të cilat e kemi marrë, përgjegjësitë tona në kuadër të territorit Kosovës në koordinim me vendet mike, në mënyrë që të mbetemi në linjë të politikave dhe strategjive të vendeve mike. Në të kundërtën, ashtu siç kemi vepruar deri më tani, gjithsesi ish qeveria Kurti apo qeveria Kurti 2, gjithsesi tash ky grup i cili e mban qeverinë në detyrë, pra deputetët të cilët e mbajnë qeverinë në detyrë, vazhdojnë me kokëfortësi që të tregojnë muskujt inexistent, do t'i quaja, ka shi vendeve mike, ata shkaktohen këto të lashtë të cilat i kemi. Pra jemi vendi i vetëm përpos Bielorusisë dhe Rusisë që kemi sanksione nga Brukseli zyrtar, dhe së fundmi kemi pezullimin e dialogut strategjik, partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një deklaratë e cila është shumë e ashpër, e cila thot dhe përmend emrin dhe mbiemrin i cili ka prekur të gjitha vijat e kuqe të interesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, unë po flas praktikisht për çështje që prekin interesin e qytetarëve, sikur se kemi diskutuar për vitet tëra për mundësitë e udhëtimit pa viza në zonën Schengen për në Evropë. Pra, sot po flasim konkretisht për diçka që ndoshta do të mund ta kishim pasur edhe ne, për udhëtimin, mundësinë për udhëtim pa viza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Prenkaj, çka duhet bërë? Cilat janë masat, qofshin afat shkurtra, afat mesme, në mënyrë që ne mund të flasim për rikthim të besueshmërisë, qoftë me partnerët evropian, qoftë me Shtetet e Bashkuara? Po politika e Kosovës apo politikat e Kosovës, qofshin ato të brendshme dhe politika e jashtme, nga cila do qeveri që do të vijë pas kësaj, duhet të tregoj parashikueshmëri. Pra Kosova duhet të jetë e parashikueshme
për alatët tonë ndërkombëtar, të mos jemi, si thash në fillim, të krijojmë politika ad hoc, të cilat prodhohen nga dita në ditë, duke u munduar që të japim përgjigje deklarative apo deklaratave të cilat vinë si nga Beogradi zyrtar apo nga Brukseli dhe Washingtoni, dhe pastaj ne në këtë mënyrë, duke qenë të parashikueshëm, mund të ecim gradualisht dhe të koordinohemi me vendet mike. Puna e parë, të cilës çështje janë duke ikur si vetëvendosja ashtu edhe partitë e tjera, të cilat janë radhitur pas saj në zgjedhjet e fundit, është ikja nga përgjegjësia për të marrë përgjegjësinë për implementimin, gjithsesi dërgimin e Asociacionit të Komunave Serbe në gjykatën kushtetuese. Gjykata me siguri do t'i kontestoj disa pika apo 3 pikat të cilat janë diskutabile dhe që nuk janë në përputhshmëri me Kushtetutën e Kosovës. Pas daljes nga gjykata, një statut evropian i Asociacionit të Komunave Serbe do të dërgojë në qeveri, pastaj në kuvend për të votuar, dhe kjo është përgjegjësia e parë e cila kërkohet nga spektri politik i Republikës Kosovës nga të gjithë alatët, nga të gjitha vendet mike. Pra kjo është qelsi i cili është dorën zemër, duhet ta themi se është i imponuar, mirë po është një detyrë të cilës nuk mund të ikë asnjë subjekt politik i Kosovës, të cilët eventualisht mund të jenë edhe në qeverinë e ardhshme. Pra ky është hapi i parë. Pastaj hapi i dytë është që të kërkohet pra antarësimin e Këshillit të Evropës. Kjo do të ishte një derë e parë e cila i mundson Kosovës që të rikthehet në arenën ndërkombëtare, dhe në tutje pastaj janë veprimet e tjera në politikën e jashtme, të cilat pra mund të jenë edhe të natyrës bilaterale shtet me shtet, mund të vazhdohet me lobim pra për njohje, dhe tutje mund të kërkohet që Kosova gradualisht t'i afrohet OKB-s, me qenë se Kosova edhe nga të gjitha këto njohje, pra që janë diku rreth 120 njohje, ende nuk është anëtare apo pjesëtare e kornizës ligjore ndërkombëtare, pra nuk është anëtare e OKB-s. Këto janë pra hapat të cilët duhet të ndiqen në politikën e jashtme gradualisht, dhe po sigurisht ka këtu edhe detajet e tjera, ka organizata dhe nisma rajonale të ndryshme ku ne duhet të rikthehemi apo të antarësohemi në plotni. Kështu që këto do të ishin kështu në pika shkurta, në vija të trasha, se si do të duhet të ecej në drejtim të rikthimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, të rikthimit të Kosovës, pra që Kosova të rikthehet dhe të parafrohet me politikat e vendeve mike, dhe kështu besoj që do të kemi edhe mundësi që në një mënyrë apo tjetër të rikthehemi dialogut të partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe harrova të përmendi pra heqja e sanksioneve nga Bashkia Evropiane, me që përfaqësuesi i BE-s zoti Borrell para se të largohej ka lënë një raport i cili thotë se Kosova i ka plotësuar kushtet që t'i hiqet sanksionet. Gjatë ditës kaluar ka cirkuluar një video që u bë virale, zoti Prenkaj, është fjala për qasjen dhe komunikimin e kryeministrit Shqipërisë Edi Rama me presidentin francez Macron, përderisa thjesht i tha pse nuk na uron që kemi arritur paqen mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit, natyrisht bazuar në gabimin e të folur që bëri presidenti amerikan kur pati folur për Armeninë dhe Azerbajxhanin. Pse e vë tani në sipërfaqe këtë është se t'je përshtypjen se ka një qasje mitësore përtej qasjes diplomatike në mes të zotit Rama dhe liderëve të tjerë evropian. A duhet të mbetet diplomacia formale dhe fort, apo të ketë edhe tone mitësore? Si funksionon dhe çfarë duhet ne të dim e të mësojmë nga rastet tilla, nëse nuk kemi mësuar, është fjala?
Diplomacia pra ka një spektër të gjerë të mënyrës së të komunikuarit. Diplomacia formale pra është ajo klasikja e cila funksionon përmes normave protokolare, pra si në të shkruar ashtu edhe në sjellje dhe në komunikim. Mirë po, në diplomaci moderne, por edhe në të kaluarën, komunikimi jo formal, apo vendosja relacioneve të mira private me persona të lartë shtetëror është një ndihmës e madhe. Ne jemi duke dëshmuar që Shqipëria nëpërmes komunikimit edhe jo formal, por edhe një vendosje të një platforme komplet të re të kryeministit Rama që është jo konvencionale, pra është një nga kryeministrat të cilët ka arritur që të futet në kuadrin në rrethin e ngushtë të autoriteteve më të larta shtetërore të Bashkisë Evropiane, pra është një tashmë figure përkdhelur e dëshirueshme në komunikim me pothuajse të gjithë përfaqësuesit e Bashkisë Evropiane, posaçërisht me presidentin e Francës Macron, me zonën von der Leyen, me kryeministën e Italisë, pra janë relacione shumë të këndshme dhe do ta quaja edhe personale. Në komunikimet e kryeministit Rama shpesh kemi batuta, pra edhe në paraqitjet e tija publike, batuta të cilat thejnë gardhin, ta quajmë kësaj të diplomacive kryesisht evropiane, priten me dashamirësi dhe përfitimet e Shqipërisë në këtë periudhë të qeverisjes tash të mandatit të 4 të Partisë Socialiste, gjithsesi të kryeministit Rama, shënon arritje të larta të Shqipërisë, pra vërtetojmë dhe shohim se në këtë periudhë Shqipëria ka hapur pothuajse të gjithë kapitujt dhe klasteret e procesit të integrimit në BE, nuk janë të mbyllura ende asnjëra, mirë po me një dashamirësi dhe me një përkushtim, Brukseli zyrtar ka hapur rrugët për integrimin e Shqipërisë në BE. Tashi, në kuadër të këtyre komunikimeve jo konvencionale të kryeministit Rama, nganjëherë mund të përvijohet edhe ndonjë gabim në të shprehur, ndonjë batutë e cila mund të keq kuptohet dhe kemi reagimet e para pra të keq kuptimit të një deklarate të lëshuar nga kryeministri Rama, e cila pra bën fjalë për gabimin që ka bërë presidenti Trump në relacion me ta quajmë kështu krizën rajonale në Ballkan. E qartë. Dhe që ta përmbyllim bisedën, zoti Brenkaj, në lidhje sërish me Maqedoninë dhe Shqipërinë, janë shtetet tona fqinje, ku në fund të fundit problemet e përditshmërisë qytetare mund të jenë të ngjashme, nuk po them në asnjë moment të njëjta. Por njëra arrin të ketë një prezantim të bukur, të paktën të vlerësuar të tillë në Evropë, tjetra arrin mundësimin e udhëtimit pa viza në të ardhmen për shtetasit e vet për në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë të ndjek e çfarë të mësoj konkretisht Kosova nga këto dy shembuj konkrete në kufijnë tanë? Politika ditore në Kosovë pikë së pari duhet ta kuptoj thelbin e shtetit. Pra, çfarë është shteti, kujt i shërben shteti, si komportohet shteti në relacion me vendet mike dhe si komportohet shteti në komunikim diplomatik në arenën ndërkombëtare. Kjo është alfa dhe omega e secilit politikan dhe secilës politike e cila meriton që të merr pushtetin dhe të udhëheqë Kosovën. Pra të kuptuarit e shtetit na ndihmon që të jemi kompatibil me ngjarjet në arenën ndërkombëtare, kompatibil me politikat e jashtme të vendeve mike, edhe atë që duhet ta kuptojmë në Kosovë është se prerogativa shtetërore të Kosovës ekzistojnë dhe janë të krijuara, janë ekzistente, mirë po të gjitha ato
krahasuar me vendet mike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet mike të Evropës, Bashkinë Evropiane, por edhe shtetet e aksit jo atlantik, duhet të dimë se janë të gjitha të vogla. Pra, kemi një territor të vogël, një demografi të vogël, një siguri që mund t'i ofrojmë vetit që është e vogël dhe e pamjaftueshme, do ta quaj kësaj, dhe kemi një ekonomi të vogël e cila fatkeqësisht për shkak të politikave të qeverisë për 4-5 vitet e kaluara është e ngulfatur dhe me tendencë që gradualisht ta lëshoj Kosovën. Ato që ne duhet të marrim nga këto dy shtetet tona fqinje, pra Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, është mençuria që të dimë të thithim të zgjojmë interesimin e shteteve mike për të qenë afër nesh në aspektin e sigurisë posaçërisht, pra siç janë të dy shtetet në fqinësi Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut që janë anëtare të NATO-s, që është një ombrellë e fuqishme e cila ju ofron siguri, karshi kërcënimeve eventuale çfarëdo që mund të ndodhin. Dhe tjetra është pra që të jemi bashkëpunues, të koordinohemi me shtetet në mënyrë që të hapim rrugën tonë për integrim në Bashkinë Evropiane. Të theksoj këtu se është Kosova i vetmi shtet në rajon i cili nuk ka të hapur dialogun me Brukselin zyrtar për integrim evropian, edhe pse kemi dorëzuar pra dokumentacionin për integrim, apo veprim i cili është i pamjaftueshëm, sepse janë disa detyrime të mëhershme që ne duhet t'i përfundojmë, e një nga detyrimet kryesore si për ne, si për fshiun e Veriut, është përfundimi i dialogut, pra vendosja e një marrëveshje e cila do të mundsonte që të hapet rruga për fillimin e dialogut të Kosovës për integrim në BE. Zoti Prenka, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, natyrisht, dhe për përgjigjet në këtë emision. Ju lutem, faleminderit juve.